Gripi po shfaqet agresiv tek fëmijët në këtë periudhë të vitit. Temperatura e lartë, rezistente dhe që zgjat në kohë po karakterizon viruset në qarkullim. Rëndimi i gjendjes shëndetësore ka bërë që sipas mjekëve, shumë fëmijë të kenë nevojë për trajtim në spital. Bën përshtypje, sidomos në rastet me influenca, një temperaturë e lartë prej ditësh 40, 39, 40 gradë Celsius, që bëhet shumë shqetësuese për prindit natyrisht, që vinë me urgjencë të shqetësuar për të ulur temperaturën, e cila mund të vazhdojë për ditë me radhë. Shpeshherë në analizat e gjakut dhe biokimike që janë bërë edhe këtu në QSOT, kanë rezultuar shpeshherë me provat e mëlçisë pak të rritura, shpeshherë dhe me diare, edhe të vjella dhe mos ushqyerje prej ditës dhe një kputje që mund të shqetësojë prindrit deri në aplikimin e perfuzioneve për shkak të pa ushqyeshmërisë që ka karakterizuar fëmijën këto ditë, shpeshherë dhe konvulsione febrile. Pediatrit i bëjnë thirrje prindërve të shtojnë kujdesin pasi nuk kanë munguar as komplikacionet shëndetësore. Tu flasim për infeksione sekondare në terren të një virozi, siç mund të jenë bronkopneumonit, tonsilitet, pneumonit, të cilat kanë kërkuar sigurisht mjekim intrahospitalier dhe mjekim ndoshta edhe venos për një periudhë kohe derisa fëmia të stabilizohet. Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar praninë e gripit të tipit A, por jo në variantin K të AH3N2, që ka shqetësuar shumë shtete në botë. Ndërkohë sipas mjekëve, bashkë me gripin në qarkullim janë dhe viruse të tjera me shenja të ngjashme klinike, si Covid dhe virusi respirator sincial, që ka prekur më tepër bebet deri në 9 muaj. Prandaj në këtë periudhë festash mjekët këshillojnë për të mos ekspozuar fëmijët në ambiente me shumë njerëz. Ku ka grup fëmijësh, ku ka grumbullime dhe ku ka njerëz të smur ose fëmijë të smurë në ambient ku ato rinë, është probabiliteti që ato të marrin shumë shpejt infeksione të rrugëve të frymarrjes. Kështu që menaxhimi i kësaj situate është në vetë dorën e familjarëve të prindërve në mënyrë që të ruhen sa më shumë. Unë tani kam një fëmijë 4 muaj që është pozitiv me influenca A, për shembull. Bebi 4 muaj sigurisht derisa s'ka bërë edhe atë ciklin e plot të vaksinimit, është më i pambrojtur, është më delikat, është më receptiv, domethënë nga këto ambiente. Dhe bebi vogël s'ka ku e merr përveç se familjarëve të tij ose në ambiente ku ka qenë. Në këtë periudhë të vitit, fluksi i pacientëve në spitale dhe qendra shëndetësore sipas mjekëve është shtuar, megjithse vala e të prekurve nga infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes po rritet, sipas Institutit të Shëndetit Publik, ende nuk ka arritur kulmin.